O ti dori kot me të pytë këshu marrëdhënie me komshiun. Me këma? Me komshiun, si ke marrëdhënie? Me komshiun? Po. Shumë të mira. Rihemi. Qa thurë? Po, pajtohemi. Mos. Rihemi pra. Po të kam thënë 100 herë, Dori. Qa më ke thënë, o, dhe se ti qastu? Gruan zgjidhet mirë dhe komshiun zgjidhet mirë se do të hapin belara pastaj. Dakord, gruan e zgjedhun. Po komshiun si ta zgjedh, se di me i blen shpinë komshiun. Nejse, edhe Toma ka të njëjtin problem që ke ti. Qa problemi ka Toma për shumë? Jo se rrihet me komshiun. Po. Por ky komshiu po i nxini jetën ditës Tomës. Po qa i bën, më dhe, qa i bën? Ja shikoj. Përshëndetje miq të emisionit Tak Fak. Jemi nisur herët nga Tirana dhe kemi ardhur pikërisht në fshat Laçë rrethi Kurbin për të njohur nga afër me shqetësimin e zotit Tom Prendi. Përshëndetje zoti Tom. Përshëndetje. Cili është shqetësimi juaj? Para 10 vitesh, një person nga Laçi, i quajtur Fran Laska, solli 40 koshere bletësh për t'i parku dikun në parcel. Dhe s'kishte nga t'i kalonte, dhe për ta ndihmu atë person, i jep çelëset e portës, i hap dhe portën dhe i kalon dhe i vendos para shtëpisë time. Por me kusht që ai të ndërtonte urën e vet, rrugën e vet dhe pas një viti ose 2 vitesh të kalonte në punën e tij. Para ai të shih mi ka sjell bletet shumë afër shtëpisë dhe më e keqja është se më vonë ai vjen dhe ndërton edhe një kasolle bagtish në mes të dy shtëpive ku jemi 2 vëllezër që jetojmë këtu. Dhe na ka kriju shqetësim e problematika. Këtë kasoll e ka ndërtuar në tokën tuaj apo? Te kasoll këtu e ka ndërtuar në 410 metra katror që taksat e kësaj prone ja paguaj unë shtetit deri më sot. Kjo kasolle ka disa muaj që është ndërtuar këto, dhe si që shifni edhe vetë, ka dera brenda. Dhe tani po t'jetë puna që unë vi një herë në 6 muaj, ose vi një herë në ditë, ose një herë në vit, nuk më shqetësojnë. Po unë jetoj me gjithë familjen këto. Si që shifni vetë, ja ku janë derat, kjo është shtëpia ime, ja ku janë derat këto. Këto kanë një zhurmë të lahtashme, kanë një aromë shumë të keqe, zhurmë pa durushme, që nuk mund të jetojmë, na bëjnë jetën skëter, na bëjnë në këtë vend. Unë për veti vetëm do të detyrohem të myll dritaret, myll edhe derën, po s'di ka adreshin me hyje me dal. Ka qërë e keqe vjen? Po normal, ti po shikon vetë, unë po trajti, ti shife vetë, gëzojmë dokument për shtëpinë, në rast se këto nuk janë të vërteta, na nxirrin. Mu të parin të më nxirrin nga shtëpia të më strehojnë dikun tjetër. Unë e kam të pa mundur jetesën më këto. Atëherë, për te shqetësimit të kasollës të derave, që është shqetësimi i parë, zotëria që ju pretendoni, që ju ka sjell gjithë të shqetësime, ka sjell rreth 40 koshere blet. Cilat kanë qenë pasojat që jeni përballur nga bletët? Shumë raste, jo një rast, por shumë raste na kanë pisku blet, se bleta nuk duron kontaktin me njeriu. Ne këtu kemi burimin e ujit, ku mushim ujë, është funksional. Unë këtu kam tubat e ujit që i shej shtëpia ime. Sipër tubave të ujit është ndërtu kasollja, që është masa e vërtet. Ne këtu në borrim, se s'kemi ku me nejt tjetër. Vetëm detyrohna dhe kemi shumë shpresa ke ky emision që dhe të gjenë një gjuhë të përbashkët. Përshëndetje, si e? Se mirë, si një. Mirë, faleminderit. Flas me zotin Fran Laska? Po. Përshëndetje, unë jam Klaudia, gazetare nga emisioni Tak Fak, televizioni News 24. Po. Atëherë, më ka ardhur një shqetësim nga një qytetar në fshat Laç. Po. Në lidhje me një kasolle derash që ju keni ndërtuar midis 2 shtëpive të vëllezërve Prendi. Po. Ku mund të vit ju takoj 5 minuta? Unë nuk jam sot tu. Ku je? Laj. Ku je?
Jam larga, e kam problemet e mia. Jam kukës. Po çfarë dokumentesh gëzoni ju? Të gjitha dokumentat e punësia ime komplet e vjetra, gjitha llojet e gjona zoj. Ku të mushet me mund të ta bëjmë toftime zoj. Dëgjove? Atëherë, zotëri, ka një lish për distancat që mbahen për ndërtimet midis shtëpive, midis objekte, midis fshinjve. Prandaj, unë me shumë dashamirësi po të ftoj që ne të flasim nga afër, që të dëgjoj dhe versionin tuaj. Shko ke policia, si ka dokumente të policia. Mor zotëri, unë po të marrë ty në telefon, ç'pun kam unë me policin kam. Po kjo pra është puna ime që të ballafaqoj të dyja palët, prandaj. Si kush jam unë jam gazetare, si kush jam unë, më fal. O zonjë, hik një herë, po tham një herë me mëshë të kam problemet e mia, hik tani. Unë i kam të gëzuar, ai më ka bëu patim polici, shkoj në polici dhe ka dokumente në policia. Çfarë dokumentash ke ti zotëri që mua të më bindësh që ti nuk i ke rënë në qafë ti zotërisë? Ti po të shëson më, unë po them të dokumente i kam ka shkuar ke policia dhe i kam treguar polici. Shko merr zonjë aty në hik slet puntate. Hajde më pafshi, më telefonin s'kam tresi më marr me atë unë. Do ta zgjidhësh tash më hapa, okay? Jo të marrë ty, do të marrë në zotin ta marrë. Çdo të thuash me fjalët do ta zgjidhim tash e mbrapa. Po do ta zgjidhon. Tash. Po cila është zgjidhja jote? Po çfarë është kjo mënyrë të folur, i keni respekt apo s'keni respekt? S'ke respekt, po do të thotë që s'ke dokumenta atëherë.